Hijet që vinë në gjumë, një përjetim i vërtet nga Alabama. Kjo histori ndodh në Mobile, Alabama, në fund të adoleshencës sime. Në atë kohë jetoja ende në shtëpi me nënën time. Këtë histori e kam treguar shumë herë gjatë viteve, jo sepse dua ta dramatizoj, por sepse të flasësh për të ishte mënyra e vetme për ta kuptuar. Dhe sot, po e ndaj sërish, me shpresën se mund të ndihmoj dikë tjetër që ka përjetuar diçka të ngjashme. Diçka që nuk harrohet lehtë dhe që nuk shpjegohet thjesht. Gjithçka filloi me ëndra, jo ëndra të zakonshme. Ishin makte të thella, të gjalla, aq reale sa kur zgjohesha, më duhej kohë të bindja veten se isha ende në këtë botë. Në to kishte vdekje, vuajtje dhe figura të mbuluara me mantel të zi. Shpesh shfaqeshin dragonj të mëdhenj, të egër, të shqetësuar, sikur kërkonin diçka që nuk e gjenin dot. Një ëndër nuk më është larguar kur nga mendja, isha në buzë të një liçeni. Por ai nuk ishte ujë. Ishte masë e kuqe. Një masë e errët, e trash, pa fund. Brenda tij përplasej një dragon duke u rrotulluar me dhunë, si i çmendur nga frika ose zemërimi. Ndjesia ishte e padurueshme. Nuk ishte thjesht frikë, ishte bindja se ndodhesha në një vend ku nuk duhet të isha kurrë. Si një version i Ferit, po përpiqesha me çdo kusht të mos rrëshisja brenda atij liçeni. E dija se nëse binte një hap i gabuar, nuk do të kishte kthim. Këto ëndra u përsëritën, në të tjera shfaqeshin qenie të deformuara, me pamje keqdashëse që më tallnin. Ata dukeshin të vetëdijshëm për mua. Për faktin që i shija. Që i kuptoja. Dhe her pas here, mesazhi ishte i qartë, të heshtësh. Të mos flasësh. Të mos tregosh, më thoshin se dija shumë. Se po e kaloj kufirin, por frika e tyre nuk më ndaloi kurrë. Ndërkohë, diçka tjetër filloi të ndodhte. Kur isha zgjuar, her pas here, shija hije. Silueta që kalonin pranë dritareve. Forma të një burri. Forma të një qenieje të mbuluar me mantel. Pa zhurmë. Pa shpjegim. Vetëm lëvizje aty ku nuk duhej të kishte askënd. Pastaj erdhi nata që ndryshoi gjithçka. Isha shtrirë në shtrat, vonë, duke lexuar një libër. Shtëpia ishte e qetë. Asgjë nuk dukej jashtë normales. Dhe megjithatë, ndjeva atë ndjesi të ftohtë që nuk ngatërohet me asgjë tjetër, ndjesinë se dikush është aty. Pa qenë i ftuar, ktheva syt nga dera e dollapit, aty qëndronte një figurë. E zezë si katrani. Më e errët se errësira përreth. Pa fytyrë. Pa trup. Vetëm një formë e mbuluar me mantel. Në çast, trupi im u paralizua, nuk mund të lëvizja, nuk mund të bërtisja, dhe pastaj, pa zë, pa gojë që lëvizte, dëgjova fjalë brenda mendjes sime, eja me mua. Figura zgjati diçka drejt meje, jo duar, jo krah, por një qëllim. Një ftesë. Një urdhër. Shumë njerëz më vonë e kanë quajtur këtë telepati. Të tjerë e quajnë paralizë gjumi. Unë mund të flas vetëm për ndjesinë, frikë absolute dhe pafuqia totale për të reaguar, nuk e di saktësisht si mbaroi. Vetëm di që figura u zhduk. Dhoma ishte sërish bosh. Por diçka brenda meje nuk ishte më e njëjta. Vite më vonë, zbulova se njerëz në mbar botën përshkruajnë përvoja pothuajse identike. Të njëjtat figura hijesh. Të njëjtën paralizë. Të njëjtën komunikim pa fjalë. Sot, këto quhen njerëzit e hijes, por ndoshta ky emër nuk mjafton. Psikolog, studiues dhe dëshmitar vazhdojnë të debatojnë, a janë produkte të mendjes, a janë arketipe të frikës njerëzore, apo diçka tjetër. Diçka që ende nuk e kuptojmë. Unë nuk pretendoj se kam përgjigjen, unë vetëm di çfarë pash, dhe çfarë përjetova, po ju keni pas histori të ngjashme. Shkruajeni në koment.